Na jem me Golden bashk edhe po bëjmë një surprizë për një djalë në Zvicër. Bëhet fjalë për Drilon Lloçanaj, 14 vjeçar, nona i ka vdekë, këtë diele i bën 2 javë. Ai i ndëgjon këngë të Goldit edhe Goldi është në çdo gjë për ta. Ka arë kërkesë të na më shoqatëm nga kujtesa Uka që më ia bëni surprizë të paktën se është i mërzitën për vdekjen e nonës. Sot ka ditëlindjen e surpriza tjetë Arioni t'ja urën këtë ditëlindje. Pe thirrim Drilonit. Alo? A e Driloni? Mirë mama. Drilon nuk e di jam nje, asëm nje unë jam Halili. Halil Kastrati, apo nje? Jo. Okej, Drilon, ti sot e ki ditëlindjen, apo? U bosh 100 vjetë. A ka mundësi me lëshu kamerën, Drilon? Po kena qef me të po? Okej, unë e po ta qoj kamerën. Drilon, apo mnje? Okej, u bosh 100 vjetë. Apo mërzitesh për nanën? Zotit lash nash. Unë e kam një shok që po ka qef me ta uru ditëlindjen. Që kush është? Urime ditëlindje. Sa vjetë ke bo? 16. I gëzofsh, i bofsha 100 tjera. Trujt Zotit. Ngushlime për nonën, mos u mërzit. Qka me bo, dhe mund kalon babi shumë të vogël. To jënë sprova, veç të forcojnë ma shumë. Se ma kallzun fotografin ku kena dojnë bashkë në Zvicër, e më kallzun që shegi rastin të thashtë të oroj ditëlindje. Inshallah shijem kur t'vesh në Kosovë, ose kur t'vjen atje. Hale, veç deshta më të oru e prit që shumë tjera. Drilon, ka lyp kujtesa Uka në Sloveni, me ta bo këtë surprizë. Edhe na ta bom surprizën. Goldi ta uroj ditëlindjen se tha do Goldin shumë, a do Goldin ti? Po edhe në fotografi telefonit e ka. E, na e pam fotografi telefonit. Zoti të rujt, Drilon. Unë edhe Goldit përqafim shumë. Kalon shmirë. Kalon mirë. Hajde, natën e mirë. Natën e mirë. Po. Peace man.